Regjimi energjetik në Europë është qartësisht i paqëndrueshëm, paralajmëroi presidenti e Bankës Qendrore Europiane, ndërsa kontinenti përballet me një rritje të shpejtë të çmimeve të energjisë nga lëndëdekse fosile që vjen kryesisht nga tregjet ndërkombëtare. Europa importon rreth 60% të energjisë së saj, pothuajse tërësisht nga lëndëdekse fosile, tha Christine Lagarde në një fjalim në Frankfurt. Në një midis që po ushtron presion mbi familjet dhe bizneset, burimet alternative të energjisë ofrojnë rrugën më të dukshme për të zvogëluar kontradiktat midis objektivave kryesorë të politikës europiane të energjisë, siguria e furnizimit, qëndrueshmëria mjedisore dhe çmimet e përballueshme, tha Lagarde. Sipas analizave të BCE-s, vendet me prodhim të energjisë elektrike që mbështeten më shumë nga burimet jo fosile si Spanja dhe Portugalia kanë qenë më të mbrojtura nga rritja e çmimeve të gazit natyror. Megjithatë, siç theksoi ajo, mënyra se si i qasemi tranzicionit është gjithashtu e rëndësishme. Kjo do të thotë gjetja rrugëve më efikase ekonomikisht për të arritur rritjen dhe dekarbonizimin njëkohësisht. Duke i referuar marrëveshjes së klimës së Parisit të vitit 2015, Lagarde kujtoi se qëllimi ishte të kufizohej ngrohja globale në 2 gradë Celsius ose edhe 1.5 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Megjithatë, dekada fundit ka rezultuar të jetë më e ngrohta e regjistruar ndonjëherë. Presidenti i BCE-s vuri në dukje se përgjigjja e përgjithshme nga qeveritë si dhe nga shoqëritë në tërësi nuk ka qenë në përputhje me atë që kërkon situata. Një nga arsyet të ajo është se ndryshimi i klimës, një fenomen që imponohet pavarësisht nga pozicionet politike, është bërë një çështje partijake në vetvete. Së fundmi, Lagarde tha se njerëzit kanë nevojë për një analizë të paanshme në mënyrë që të zgjedhin informacionin përkatës, duke injoruar zhurmën e panevojshme dhe të ndihmojnë politikë bërësit dhe qytetarët të kuptojnë sinjalet dhe çfarë është në rrezik.